Bujtina preni tani janë duke arë këta pelegrind, edhe do vinte bujtina. O, mështeja, doktor, si të kam? Si e më, doktor? O, mështeja dhe. Si jeni? A u lodh? A më nert? Ha, mija? Këda, a u lodhe? Si u shkër rruga? U lodh? Mija? Ti po se nga qenë këtu? Më, doktor. Parë zhjone, këj. Si të kam? A të njoftë të bërë? Doktor, farë do të më? Pa të pësu, pa të Puno pak, punove pak, kemë pak me hangër, pas e 1 kile. Parë zonë për i ka dorë në kom. A doktor? Për i atje? Aje bori forte, Për i si gale. shkune? Aje mia. Doktor, është qenjeri, ne vite gori që nga bo. Si aje mia. E bori forte. Mia. Mia. Është ne dy. Aje mia. Zak ne dy. djali. Ja, sugin apo i full. Po, sa do të gori të shumë. Hajde e bore. Ha? Po qene kohë, s'ka marrua, do. Po. E po kam bo si pojnë pa ju. Atëherë gjatë të dyshën e bo si pojnë pa ju. Pushimi ju i gjithë ditën që në mëgjes, në qa orë njësë mëgjes? Në orë 7 kemi qenë të kisha Zojës, këshillit mirë në Shkodër. Në Shkodër. Edhe ki njësë me meshën? Kemi nisë me meshën me do mëgjesi. Po. Dhe pasaj, kena marrë bekimin aty, Po. edhe jena nisë. Për dy gjëra deshat që të mora ty. Do me thënë, e para që je në moshën 70 vjeçare, nuk e ke ndjerë rrugën? Kur e nisë, kamet i komandon shpirti e koka. Aha. Kur së të dhemi këto të dyja, kamet nuk e ndjejnë, se unë deri diku edhe lëviz gjatë ditë, lëviz me këshillat mjekë, se unë kam pas një problem shëndetësor, dhe unë bëj lëvizje çdo mëngjes, që unë ndihem në punën e përditshme, jo si sot, se sot për shembull kam bën rrugë 4 kishin e ditët e tjera, unë nuk e ndjeva dot. Okej, edhe gjë tjetër. Tani, je me një shall. Çfarë është ky shalli që ke? Se unë shoh që është një shall shumë i veçantë. Papa Francesco që sot shkon në mshim, Po. nesër. Po, është ceremonia martore. Edhe unë këtë shall e kam që nga dita kur ka ardhur për vizitë Papa Francesco. Papa Francesco në Tiranë. Vizitën e parë ai e bëri në Tiranë dhe sot na ka qelluar edhe planifikimi i Zojës Këshillit Mirë, ky rrugtim fantastik që ne planifikojmë. Na qelloi edhe me këtë datë përfitimore të Papa Francesco. Tani, masi ju shoqërova të grupin e pelegrinëve që kanë ardhur nga Shkodra, udhës madhe, edhe janë dalë këtu. Ka shumë rëndësi që në kryqëzimin e rrugësh ka patur pulla. Pullat e Mirditës janë pullat nga më mikprisët, unike në Shqipëri. Pra çdo kryqëzim ku miku vinte edhe pa tropit për hyrje mbrana, sepse zinte nata. Edhe këta gati i ka zënë nata, një farë mënyrë është një risjellje, është një retro, tradite, etj që kemi martu. Dhe kemi martu te Bujtina, Prendi, Paulinit edhe Bardha. Ne kemi bërë një aktivitet fantastik me ditën turistike meritët mëshme, ku kemi pas nga 20 shtete të botës tonë. Edhe jam të kjo dhomë etnografike. Sa rëndësi ka një dhomë etnografike? Nuk do modernitet, Bujtina nuk duhet modernitet, duhet tradite. Edhe po të vem re, tu është kriju kjo dhoma e traditës, që është kaq e bukur, ja. Është kriju ky kandi, pra dhe ngjyra, se Bardha është mjeshtër për këtë gjëra, edhe ngjyra që i ka sjellë në mënyrë fantastike, flamuri kombëtar që prin atje, pastaj këtu kemi oxhakun, ja. Shikoj, oxhaku, pra na oxhaçet e hershme. Është edhe funksional, është me drum, por ja, çiftelia, por kjo është çifteli shumë e vjetër, se shohun që është shumë e vjetër. Është ora shqipe, shumë e rëndësishme te kjo, është shumë e bukur.
Pastaj bardha ka ditë me bë me shumë finesë, ka vënë një barbie shqiptare bardha, fantastike kjo. Sa burë ke vënë. Edhe këtu kemi djepin edhe kemi edhe çiftin këtu. Ha? Çifti me veshje. Me veshje tradicionale. Tradicionale, fantastike. Edhe çiça ke bë këtu, bardha do këtu ka bë një sofër. Sofër dhe ka bo, sa vetë ke vënë, një familje. Një familje dhe një familje tona ka qenë ndaja. Të janë plaka, jemi Cile, kjo është plaka. Plaka e plaka. Ata janë qiftiri. Qiftiri, po, dhe këtu janë fëmijët. Fëmijët, bravo. Edhe kemi vorbën tu, se kushin me lagna, me fasulli. Me grosh që do hajmë sonde. Se sonde që ke bo këtyre peregrinëve? Grosh më kanë kërku. Grosh kërku, do bësh grosh. Bravo. Pra, edhe ky sahanën prit, se kos çfarë këtë sahanën. Sahanën. Ja, këtë sahanën shit. Dikur kur edhe lugë, alumini. Edhe këtu për shembull është kjo. Kjo është për me shtyparat. Me shtyparat, ja. Gurt fort, me bë byrekun me arë. Me arë. Pra, sa elemente se bardha ka qenë shumë kujdesur me këto. Ka edhe veshjet që këto janë shumë e vjetër, kjo është shumë e vjetër, kjo janë xhubat e Mirditës. Janë edhe këto veshje të tjera, janë fantastike, pra një hot Mirdite, kjo është shumë e rëndësishme, edhe thash edhe një herë, është shumë e rëndësishme. Ti mund të bësh gjëra moderne. Tirana ka sa dush, Rokaqej ka Amerika, etj. Por një turist realisht do këtë gjë, nuk don gjëra moderne. Edhe pranej kjo është shumë e rëndësishme bujtinat që ta krijojnë këtë mini muze, por edhe funksional. Nuk ishte mirë të mora, nxime takohet për herë. Zëre një moftonve. Lungoja. Nesër sot shëmor ku e lën festa. Arsye me festu me celebru këto gëzuar gjithë rinia. Që të do Krishti, në një moshkja na dëshmarur dhe në lumshin kom që Ju lumshin kom. Zova. Rrugë të marrë nesër. E mos unaqin turistat e peregrinë. Lumgoja. Do të stop. Duke ishte. Gjithmonë. Nëse gjetëm, Mështëherë. se s'dalim sone. Mështëherë. Se gjetëm, edhe qoftë një rrugë sa ke bardh, ashtu si e këna nis. Jo, për i zot një marë. Bëm Gabriel, të falenderoj fakt. Për ju, falenderojmë më të vaja. Sot ke qenë u dhe rëfit. Ja ku s'ke edhe falenderoj se unë ishte knajsie, o do të tonë, jo falenderoj që më keni ba pjesë. Jo, po kemi edhe një prit. Nga atje, këtu. Ashtë pa të jemë që në këtë ditë, është ndjesi veçantë. Ja, unë kështu si kontribut të ime, as tore, po kjo është i kontribut që kemi dhënë gjithë, për ata që na kena të këshirë me realizu që jo kena të këshirë me dhe do të realizojmë. Boja. Sot në Krishti, do në shqip kanë, se kemi të regu, dhe me thënë, guzimtarë, fort, gjitha gjanat dhe që mund t'i ketë një peligrim. Se do në menjë të tjerë, kam fort. Ju të e një gëzuar. Shembull i për mua është shembull unik dhe është ftesë për këdo dhe më ftesë që rrugët e hershme, se tash kanë mbrojnë ato rrugë siç është kjo. Dhe ky është miksimi i parë që bën. U munduan për të bërë Via Ignatin, për ta bërë si shtek turistik. Për shembull, Aurontare zgjodhi jugun me rrugën e Çarbaron. Ashtu. Kjo të fillo në prill. Po fillon tani. Okej, po vjen e ke boti, po nuk i ka ato gjëra që ka kjo. Sepse ajo një mënyrë ndërprerje me modernitet, domethënë, aty ku shkel moderniteti në mbi 70% e tjerë, apo si vështirë ti je specialist për të, por është pak si vështirë ta konceptosh. Kjo e ka traditën mbrojna, sepse ka gjurmë të rrugës vjetër, ka lan, ka tumat, ka gjithçka dhe ka objekte kishtare. Është shumë e rëndësishme. Në mendimin tim, kishat e Mirditës kanë një gjë krejt ndryshe nga kishat e tjera. Sepse kishat e Mirditës nuk kanë qenë thjesht tempuj fetar, domethënë normal do të kanë bërë, po janë tempuj e edukimit, janë tempuj kulturor. Ky është fakti që ne kemi disa dhe monumente të trashëgimisë kulturore. Janë shkolla të dijes që kemi vendin e tjerë, pra
E gjëra që është shumë e veçantë në Mirdit është vërtet janë këto shtëpi. U beko zoti. Se sa problemi mi harë, se si nam ashtu në restorant në 5 yjet. Në çdo shtek tim, kur njerëzit lodhen, normal që ka rëndësi shumë edhe ushqimi, edhe kemi bardhe këtu, bardhe. Qa u ke bë sot tyre peligrinëve? Ma shpjego. Kemi bërë gjëna tradicionale. Tradicionale po. Fillojmë. Me grosh. Me grosh po. Po hape njëta, shive ja, prit ta marr çikun këtu. E kena zynë ogjak. Ogjak. Me misht pat. E përmend Karleton Kon. Byrek me arra. Përmes Mirditës në dimër. Edhe përmend të ushqim. Po prit një minutë. Byrek me arra ku është? Kjo këtu, okay. Tani shoh bukën këtu, ç'a bukë është? Kjo është buke norme. Se akoma jemi në po një javë mas parë. Bukën enorme, po. Është nga gjërat më interesante dhe më të mira që kanë bërë në tona dhe kjo është tradita që e vazhdon bardhja. Perfekt. Po tjetër? Pjetë misri. Cila është pjetë misri? Pa mama tregoj çik? Kjo me qip njoma, me hidh, edhe me mraj. Edhe me mraj. Mrajën që e kemi në fund e kopshës. Në fund e kopshnajesh, po. Ashtu. Laknur Merena. Laknuri Merena është atje ose flia, po. Okej. Turshi që jemi atje ke Ermali. Ermali si duhet Ermali. Ti je vetë je shkencari i gastronomisë. Po jo pulhini po çfarë ajo vezë si? Vezë që ka shumë e shishme. Ja, se e kishe disa lloje. Jo, është e rrejshme ajo. E rrejshme. Pra kemi vezë treshme, ha? Vezë treshme, janë shumë. Po edhe vezë tjera, 2 lloj vezësh domethënë kështu. Edhe rakia, shiko. Edhe rakia është rakia e venit, rakia këtu, ha? Apo. Okej. Pra kjo. Okej. Tom, si duket? Ushqimi, ha? Ushqimi mirë, veni mirë, familje bekume, në tokën e të parë tëne, me shiu, me u plak bashk. Shpresoj një pa mesa dikur me u kthy. Bravo. Shumë faleminderit Dom. Ishte fantastike. Jeni të kënaqur gjithë besoj, ja? Të gjithë. Edhe unë e di që një nga personat më të kënaqur këtu është peligrini më i ri, që është Paul Doda. Po, më i riu këtu. Po, ju bëf mirë atëherë. Ju bëf mirë, ushqimi fantastik, gjithçka bekime për gjën e bukur që bëhet sot ju, dhe bekime për festën e Zojës. Po dalim nga Bujtina, e Paulin Prenës. Dita e Zojës. Sot e kena ditën e marshimit edhe të marë. E kena ditën finale. Një faleminderit për shpritjen, o kënaqem shumë edhe u zova. Faleminderit. Gjoshat mirë, edhe të marë, ja për një zotë marë. Shumë faleminderit. Faleminderit për jush. Jeni të mrekullueshëm. Faleminderit edhe për jush. Vetëm niseni dhe bëjeni sa më të bukur e sa më historike. Faleminderit shumë. Lëmë gurë. Faleminderit. Hajde po, të gjoshat mirë. Faleminderit. Në vashë vëzhira e ju për të marë. Ja për një zotë marë. Kujdo. Hajde. Shkoshe mirë në bletë, mi kolegë. Hajde. Gjithë mirë. Snedet mirë, e rrugë marë, e për i zotë marë. Mirë pashim, gjithë mirë. Falenderit. Të gjoshat mirë, e falenderit, gjithë mirë. Rrugë marë, e për i zotë marë.